A mund të ndërtoni projekcion sa i përket këtij konflikti, se si mund të vijojë, mund të përfundojë përmes një marrëveshje mes Shtetit Bashkuar të Amerikës, Izraelit dhe Iranit, apo është një konflikt i cili nuk i dihet fundi dhe mund të precipitojë në vijimsi? Çdo analizë racionale do duhet bazohet në atë që ndodh në terren. Pra, është e pamundur që po t'isha i aftë parashikoja këtë, do t'isha miliarder. Fatkeqësisht nuk jam ende. Por mund t'ju them që racionalisht disa janë rrugët e mundshme. Njëra rrugë është që të gjitha palët të deklarojnë fitoren dhe të tërhiqen. Mirë po, është e pamundur që këtë ndodh përsa kohë që ngushtica e Hormuzit është e mbyllur. Realisht ngushtica e Hormuzit tani më është e mbyllur, madje me hyrjen në luftë të popullsisë Houthi, rrezikohet edhe ana tjetër e transportit, që është Suezi, anijet që kalojnë nga kanali i Suezit. Pra, kemi një problem nga të dyja anët, dhe nëse rrezikohet dhe ai kanal lundrimi, atëherë problemet janë më të mëdha. Duhet parë se si dhe sa do të përfshihen në këtë konflikt fuqi të tjera si fuqi rajonale, siç është Rusia apo dhe Kina. Pra, ka shumë të panjohura të cilat mund të përcaktojnë fatet e këtij konflikti. Ajo që mund të themi me siguri të plot është që ky nuk është një konflikt që do të zgjidhet shpejt. Ky nuk është një konflikt që do të zgjidhet aq kollaj, dhe është një konflikt që do të përfshi mbi të gjitha hapësirën evropiane, në kuptimin ndoshta jo të drejt për drejt fjalës, por në kuptimin ekonomik të fjalës, sepse Evropa është një nga hapësirat më të varura, së bashku me pjesën e Azisë, si Korea e Jugut dhe Japonia, edhe Kina gjithashtu, të cilat varen nga hapja e ngushticës së Hormuzit. Në momentin që kjo nuk ndodh, atëherë çdo gjë tjetër është e mundur, deri dhe një shpërthim akoma dhe më i gjerë i luftës në të gjitha këto rajonet, sepse siç dihet, Gjermania ka deklaruar hapur që NATO-ja nuk mjafton për sigurinë e Gjermanisë dhe riarmatosja, një lajm tjetër që nuk ju bë shumë bujë në mediat shqiptare, fatkeqësisht mirisht, pikërisht duke vërtetuar edhe që thashë nuk ka një debat mirëfillt, është që kancelari Merz deklaroi që ishte gabim strategjik ikja nga burimet energjetike nukleare, bërthamore, për ta thënë shqip, dhe Gjermania kanë plan jo vetëm të riarmatose të rënd, por edhe të rindërtojë 15 centrale bërthamore, të cilat do t'i shërbejnë nevojave energjetike për industrinë, për të parandaluar ose për të minimizuar deindustrializimin e hapësirës gjermane, një deindustrializim që kërcënon të gjithë hapësirën evropiane, dhe këtë udhëheqësit evropian e din më së miri. Jom Kot, ministri i mbrojtjes italian, shprehu në një dalje publike që nuk është normale për një ministër mbrojtje, që problemet që me të cilat ai përballet e bëjnë që të mos flejë gjithë natën. Nga sekretet që lexon ndoshta, duke qenë se është ministër mbrojtje. Pikërisht. Ai ka informacione të cilat nuk mund t'i bëj publike, por ai në bazë atyre informacioneve tha që nuk e zinte gjumin natën. Nuk është normale kjo për një ministër mbrojtje. Sodiroj, të rikthehemi në realitetin politik shqiptar, teksa në Partinë Socialiste kanë filluar lëvizjet, po themi nëse mund t'i quajmë të tilla, dhe përplasjet mes radhëve, teksa Elisa Spiropali ka filluar në mënyrë indirekte, por edhe me kode të caktuara politike të godas kreun e Partinë Socialiste dhe njëherësh kryeministrin Edi Rama. A mendoni se Elisa Spiropali ka të kapacitet politik që mund të godasë Edi Ramën brenda radhëve të Partisë Socialiste, apo është një zhurmë e atill që e bën Edi Rama për të shmangur vëmendjen në opinionin publik? Nuk kam informacione të brendshme për sa i përket zhvillimeve të Partisë Socialiste, por jam me anë të asaj që është për publike, mund të them që ajo që sapo ju shprehet është reale, është duket e vërtet. Mirë po, nga pikpamja analitike, unë mendoj që ka disa gjëra që duhen marrë parasysh. Pikë së pari që zakonisht
teoria na thot që në momentin që ushtrohet trysnia e vazhdueshme ushtrohet ndaj një subjekti, ndaj një grupi, ndaj një kryeministri, ndaj një partie, pikërisht për të krijuar të çara, pikërisht për të krijuar pakënaqësira, pikërisht për të ushqyer këto çarje brenda të një partie dhe për të dobësuar atë. Unë do të thoja që ka disa zhvillime, jo vetëm zonja Spiropali, kemi daljen për kryebashkiak të zotit Braçës. Erion Braçës, kemi daljen të Arben Malajt, e cila duhet parë, është një nga ekonomistët më të zot që kanë nxjerrë socialistët, ka qenë aleat i fort i ish kryeministrit të ndjerë Nano. Pra, ka disa lëvizje të brendshme nga ata që mund të quhen socialist të bazës, dhe zonja Spiropali vjen pavarësisht se erdhi nga mjafti, ka disa lidhje me pjesën e lunxherisë dhe me një personazh të njohur të lunxherisë siç është Gramoz Ruçi. Pra, asgjë nuk ndodh pa një mekanizëm nga mbrapa. Megjithatë unë do të thoja që sot për sot këto janë thjesht lëvizje jo tektonike, janë lëvizje të vogla, janë lëvizje të cilat nuk ja të kurrin dot fuqinë kryeministrit aktual, por janë lëvizje të cilat në rastin më të mirë për kryeministrin aktual e detyrojnë atë që ti kushtoj vëmendje këtyre të çarave të vogla. Fatkeqësisht këta janë gjithë personazhe të konsumuar, sepse e kanë ngrënë paktën nga një lugë çorb të prishur. Jo më pak se sa 2 ditë më parë pash një artikull gazetaror që nuk duke gazetaror fare, duke sikur vinte nga zyrat e propagandës së kryeministrit, ku i nxjerrin disa të palara ish ministres së jashtme dhe ish kryetares kuvendit, ku është e lidhur, cilat janë grupet e kriminale cilat kanë përfituar, çfarë tenderash ka marrë, e të tjera. Pra, lufta mes llojit në parinë e Tiranës bëhet duke nxjerrë pislliqet njëri tjetrit, duke kujdesur ama që të mos dalin ato pislliqet thelbësore që do ta shndërronin atë që është kuptimin e njerëzve ndaj qeverisë apo ndaj Paris. Për mua nuk besoj që ka ndonjë dyshim të madh që shqiptarët ta dinë dhe dinë, besoj unë, që janë qeverisur gjatë gjithë këtyre viteve nga horra, hajna, kriminal, sindikata ndërkombëtare e krimit dhe njerëz të pa fytyrë, pa parime, pa ideologji, që nuk i përmbahen asnjë lloj gjëje përveç se poshtërsisë njerëzore për t'u pasuruar. Ky duhet me qenë thelbi i gjithë këtyre lëvizjeve të brendshme. Prej këtyre nuk mund të pritet hajër, thot populli shqiptar. Prej këtyre nuk mund të pritet shpëtim. Prej këtyre pritet vetëm llum, vazhdimsi e llumit, dhe nëse një pjesë e llumit i del kundër një pjesë tjetër të llumit, neve na mbetet mbetja e llumit. Nuk besoj që kanë një përfitim. E vetmja gjë që do t'i bënte shqiptarët të përfitonin do t'ishte do t'ishte refuzimi en toto, totalisht, tërësor, pa asnjë lloj kompromisi i të gjithë kësaj parie. Koha këtyre ka përfunduar, këta vetëm se na çojnë thellë më thellë në gremin, nëse shqiptarët duan shpëtim, duhet t'i largohen kësaj parie. Për sa kohë që do të mbeten peng i favoreve të vogla, i parave që marrin këtu apo aty, i një tenderi këtu, i një tenderi aty, i një personi që më ka futur në punë X-in apo Y-in apo Z-in, atëherë ne do të mbetemi peng i historisë dhe ne do të vazhdojmë skllavërimin e disa brezave në të ardhmen. Nuk duhet të jetë kjo që të ndodhë në Shqipëri. Zoti Roj, unë ju falenderoj për gjitha mendimet dhe analizën këtu në Agora News. Faleminderit ju për mundësinë. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.